Ejan Lis, edicioni 3 i poezisë shqiptare organizuar nga Klubi Letrar Ndoc Gjeta në Lezhë, mblodhi rreth 100 poet nga e gjithë hapësira shqiptare. Ky aktivitet letrar ju dedikua poezisë në gegnisht, megjithse pjesëmarrësit ishin edhe poet nga zonat e jugut dhe juglindjes së vendit, të cilët kanë tentuar të shprehen në këtë variant gjuhësor, duke sjellë një ndërthurje interpretimesh, stilesh dhe përvojash letrare. Zemrat këngës kreshnike, me lëtë kujtohen edhe vorët që flasin për gurin e besës të qikës. Kryetari i Klubit Letrar Ndoc Gjetja, Hekuran Koka, thot se interesi për këtë edicion ka qenë i lartë, ndërsa një juri profesioniste u angazhua për vlerësimin e krijimeve dhe për zgjedhjen e fituesve. Ky është edicioni i tretë i Ejan Lis, është një festival i poezisë dedikuar poezisë gegnish. Kjo e ardhme si një nevojë e shkrimtarëve, ne duke qenë lezhian, menum që ka nevojë të festojmë edhe për poezinë gegnish. Por surpriza e madhe është që në festivalin tonë ne kemi pjesëmarrës nga Lushnja, nga Saranda, nga Korça, kemi pjesëmarrës nga gjithë trojet ku flitet shqip, normalisht Kosova, Ilirida, ngado marrin pjesë me poezitë e tyre dhe kjo jep një dimension komplet tjetër dhe komplet të mrekullueshëm këtij festivali që ne marrim dhe që është përbashkues për gjithë shqiptarinë. Në aktivitet konkuruan 40 poet me krijime në gegnisht, duke dëshmuar pasurinë, forcën shprehëse dhe vazhdimsinë e kësaj trashëgimie letrare. Juria përbër nga Mara Shmirashi, Alketa Gashi Fazliu dhe Zia Vukaj ka vlerësuar me çmimin Dremjeda poetin Ramo Raca për poezinë balad për çikën Paturesh. Çmimi Martin Camaj shkoi për poeten Merita Gruda, me poezinë Fryn Murlan Shkodër, ndërsa çmimi Azem Shkrelit ju akordua poetes Merita Bërdica për poezinë Mbi piano të vjetër. Juria akordoi edhe çmime speciale, që në edicionin e tretë të Ejan Lis shkuan për poetin Alfons Zeneli, Mimoza Marianaku dhe Migena Arllati.